Përshëndetje, mirë se erdhët në mësimin e ardhshëm. Sot do të mësojmë se si të përdorim formën e përkatësisë apostrof s. Në videot e mëparshme ne mësuam se si neve të përdorim mbiemrat dhe përemrat e përkatësisë. Pra si të themi imi, e imja, e jotja, e saj, e mëra. Por ka dhe një mënyrë tjetër për të treguar përkatësi dhe ajo është apostrof s. Për shembull, kemi këtë vajzën e cila quhet Jane, kemi dhe shtëpinë e cila është e Jane, okay? Dhe si do themi ne që kjo është shtëpia e Jane? Pra, si do themi shtëpia e Jane? Në këtë rast, për treguar se kujt i përket një objekt ose dikush, fillimisht ne vendosim personin i cili i përket ky objekt. Dhe kjo është Jane. Pastaj vendosim apostrof s, e cila tregon përkatësi. Dhe më pas vendosim objektin të cilën i përket këtij personi, dhe është shtëpia. Pra në këtë rast themi Jane's house, shtëpia e Jenit.